Dhe këtu di që është zona e pasiguruar, kujdes, pasiguruar nga policia. Dhe ti shko vendos makinën e policisë aty. Pra do të thotë që sinjalizimi është dhënë që duhet të goditet mjeti policisë dhe këta që godasin me këtë formë makinën e policisë kanë marrë garanci që të paktën të bëjnë burg, do bëjnë me dinjitet sepse i shërbejnë Edi Ramës. Këtë unë mund të them me plot bindje. Mirë, tani për sa i përket pjesës qytetarëve që protestojnë dhe goditen nga policia e partisë, sigurisht që për mua prokuroria duhet marrë masa. Tani, ajo çfarë unë dua të pyes tjetër, Zhdima, për sa i përket kësaj çështje, ne kemi parë që një grup i protestuesve, një përfaqësi e tyre shkoi në SPAK dhe dorëzoi librin The Albanian Files, një libër me 523 projekte të rëndësishme, ku përfshihen kulla, resorte, komplekse të tjera me radhë. Një pjesë e protestuesve mendojnë që aty ka vepër penale dhe kemi parë në debatin publik. Ju si mendoni tani? A mund të nisi SPAK një hetim nga ajo çfarë ju keni parë aty? SPAK-u për mendimin tim të nisë mos të nisë hetim, sigurisht që do të jetë në shërbim të zotit Rama dhe të Partisë Socialiste. Mos e ndani kurse si nga memoria juaj që Partia Socialiste ka investuar për të SPAK-u dhe sigurisht dhe zoti Rama për të ndihmuar veten e tij që tregoi se si manuali u shbënte në kohën e mëparshme, që do të thotë Kiço Ngjela ka qenë njeriu që punonte për shërbimin, pra ka qenë pjesë e Partisë Punës dhe patë se si partia vetë pap e çoi atje ku duhet çohet për shkak të asaj që mos ose të tradhtisë që bërin atë kohë partisë, sipas partisë. Dhe Beqir Balluku po njësoj ishte shërbëtori i partisë, në fund fare mori atë që i dha partia e tij. Dhe kështu është edhe sot dhe SPAK-u, pavarësisht se ju do të shikoni ndërkombëtarët, shteti së drejtës dhe këto gjëra, në rast se do të kishte shteti së drejtës, në rast se do të kishim një prokurori të pavarur, të paanshme, nuk mund të zgjat hetimet më shumë se 3 vjet dhe nuk mundet të marrësh dikë për një vepër penale që nuk mund të quhet as hetuar, por as një vepër penale e cila mund të sjellë një rezultat konkret në kohën kur ti po heton. Për sa i përket këtij librit, ky libër ka indicie të cilat ne duhet na çojë jo tek projektimi, po të na çojë tek ata të cilët do të marrin tenderin, do të marrin lejen, do të marrin kontributet për të bërë projektin dhe aty duhet hetuar si kanë qenë këta individ në para prakisht në këtë pjesë të librit, sepse në rast se unë kam vizatuar dhe të ky vizatim tregoj dhe emrat e kompanisë, sigurisht që unë si një funksionar publik kam ndikuar që kam projektuar dhe kam ndikuar që kjo leje duhet merret dhe të jepet apostafat për këtë kompani. Pra në rast se të ky libër tregohet qartë që projektuesi është i normuar pikërisht nga ky projekt, sigurisht që kemi të bëjmë me shpërdorim detyrës të personit që e ka bërë, në rast se është funksionar publik. Të ngrej një pyetje? Po. Po, kjo nuk është tender. Këtu është një projekt, është një person, po themi ne, Gylsen Zhdima kërkon të ndërtojë një kull, paraqit një projekt, kjo bëhet pjesë e një libri, Zhdima në fund e merr miratimin nga kam emrin brenda te ky libri, kam emrin tim me brenda te ky libri. Po, ka emrin aty sepse ke një projekt domethënë. Ku është përdorimi detyrës pas duhet ta kuptoj? Do të kuptojmë diçka shumë të qartë. Nuk kemi të bëjmë një libër politik që zoti Rama e vizaton dhe thot Partia Socialiste do shkojë në zgjedhjet e ardhshme lokale për projektimin e Tiranës me këtë libër. Dhe ky libër përmban që zonat kaq kështu do bëjmë këtë zhvillim me kulla, pra në mënyrë abstrakte. E qartë. Mirë. Okej, është projekcion politik. Po, ky është projekcion politik. Kur ti shkon dhe je në krye detyrës dhe projekton një libër të tillë, vendos te ky libri dhe emra ose nëpërmjet këtij librit persona të tjerë kanë përfituar leje, sepse ti kur shkon të marrësh një leje ndërtimi, nuk shkon si një mazë e madhe qytetare që po aplikon edhe do t'japin ty lejen. Jo, ti shkon si një individ, si një subjekt juridik për të marrë dhe të pajisur nga një autoritet shtetëror leje. Por ti kur të merr këtë leje, ti sigurisht që duhet të çosh disa dokumenta. Po këto dokumenta nuk mund t'i dinte kryeministri ose titullari i një bashkie përpara dhe pastaj të thoshte ty, hajde tani ti dhe merr lejen e mund të zhvillosh në atë zonë. Prandaj këtu SPAK-u në rast se do jetë në nivelin e durë dhe kështu me radhë, duhet ta shikoj, por
do të them një gjë që ta kam thënë edhe po ta përsëris. Në rast se ky libri ka pikërisht atë që kemi thënë këtu ne, që ky libër ka dalë në një moment ku janë përplasur pushtetet. Pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv, me kë pushtet? Me pushtetin ekonomik. Po prit, tek pushteti ekonomik, se tek ky libri do flasim tani, janë dy segmente. Zhvillimi ekonomik që nën kupton ata të cilët din të bëjnë zhvillim ekonomik, janë biznesmen, dhe ana tjetër është oligarkik, ata të cilët Rama i ka bërë me një SHPK merr dhe tender. Tani këto të dy segmente janë përplasur me njëri tjetrin. Dhe këto pikërisht segmente kanë sjellur librin kundrejt Edi Ramës. Tani do të shikojmë, do të jetë një SPAK i cili do të jetë në linjën e Edi Ramës, apo do të jetë një SPAK i cili do të kërkojë të shkojë tek zona e saj, sepse ka humbur ndërkohë gjithë kësaj kohë tek ajo zonë që themi të shtetit së drejtës. Prandaj gjithë kjo mbetet për tu parë se tani e tutje nuk jemi më në një situatë ku Rama krenohej për drejtësinë që ka bërë. Se Rama mund të krenohej sepse është mashtron popullin në këtë anë. Por nga ana tjetër, duhet të shikojmë se si Rama do të përfundojë veten e tij, jo për shkak të dienisë çfarë po i bën vetes, po për shkak se ai e trazoi edhe filloi dhe bëri goditje midis pushtetës. Dhe në rast se ne kemi të bëjmë me goditje midis pushtetesh, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me një sakrificë që po bën Rama për veten e tij, personalisht, dhe jo më për Partinë Socialiste. Prandaj duhet kujdes kjo që po ju them. Edhe me librin, po edhe libra të tjera që janë brenda dhe jashtë vendit. Edhe ato sidomos jashtë vendit janë ka libra dhe jashtë vendit. Janë libra dhe libra të cilët kanë qenë A4, po janë shtuar për shkak të volumit. Dhe qartë. Faleminderit Zhdima. Në pikpamjen tuaj, Kranxha si ish prokuror, nëse lexoni këtë libër, besoj ju keni parë faqen nga ky, konstatoni vepër penale dhe mundet të nis pak një hetim kryesisht, sepse akoma nuk ka kallëzim, po do ketë dhe kallëzim, ë? Unë kam parasysh, po vetëm diçka të serioze të protestat dhe do i përgjigjem pyetjes tuaj. Në lidhje me protestën shkurt vetëm një rresht, Po? ka 35 ditë që bëhet nuk ka ndodhur asnjë lloj veprimi dhune. Pra duhet të hetohet këta persona, mos janë të futur apo jo, se duket e çuditshme. Pra ata, domethënë deri para 10 ditësh që ndodhi vrasja e policit në Korçë, në zonën e Korçës, i dhan lule policëve si ka mundësi shkojnë. Pra personat që kanë goditur mjetet e policisë dhe ka qenë jashtë duhet të hetohet sepse mund të jenë të futur me qëllim për dëmtuar imazhin e protestës. Ata nuk ka kush jeton Kranxha, ata themin që ata nuk ka kush jeton në rast se mund të jenë të futur. Ata janë të futur. Edhe janë të futur, edhe paguan që do bëjnë. Bëjnë edhe burg sepse janë të pa punë, ata rrin kot, pinë kafe, e pi kafen te burgu. Pra i fusin çunat i bëjnë 6-8 në i vit burg, i bë ka i burg për legu, kafe dhe sa janë aty, se burgjet janë keq në burg aty, shnoqen. Tu do vjet ata pak burg për shefin, nuk do e bësh ti. Pak burg, atë bën ai bade, e pash ato nga forma e goditjes, ato deri 2 vjet burg bajnë. Tani për sa i përket librit Albanian Files. Për këtë libër, në parim një libër është libër. Ai që e ka bën sa për shkakun që bën librin nuk është se bën librin me bë vepër penale, bën dhe e bën vet. Pra, një libër në parim nuk ka as edhe një lloj gjëje. Pra, është bërë një libër, janë 523 projekte që janë bërë në Shqipëri deri këtu që Shqipëria, domethënë, po ka zhvillim. Por mendimi im kush është? Pra, me që po diskutojmë te hetimi dhe si duhet të orientohet hetimi. Ne na rezulton që janë disa projekte në fshehtësi. Pra diskutohet për zonat mbrojtëra dhe domethënë është koha në dinamikë që ligji i zonave të mbrojtëra është ndryshuar. Shikohen këto projekte, domethënë pse është ndryshuar ligji, pra ta hetohen në kompleksitet, jo thjesht si një libër. Pra projektet e zonave të mbrojtëra që ishte një pjesë e mirë, duhet të verifikohen. Dhe dyta, pse kjo fshehtësi? Ç'është kjo me janë sa aty që s'diet kush janë zhvilluesit fare. Po pse me fshehtësi? Në çdo vend, në çdo shoqëri demokratike, madje edhe në vende diktatoriale, kur bëhen vepra, se këto nuk janë vepra ushtarake që janë sekret. Pra do bëhen tunelet dhe janë sekret, sepse kur të goditet nesër me raketa, do të thonë të mos ketë projektin armiku. Këto janë projekte si përfaqësore, nuk ka pse të jenë sekret, duhet të jenë për publikun. Dhe duhet të jemi sepse në Tiranë dhe në çdo vend të Shqipërisë, tjetër pamje t'jepet para aty dhe tjetër pamje del në zbatim. Çfarë është kjo?
Ti pse na jep i libër, pse na jep gati gjellën gati. Ne duam transparencë kur ta marrim vesh. Bandi edhe sot po ti vesh kuzhinat në Tiranë, në gjithë restorantet ke me xham, që edhe klientit shohin se si gatuhet gjella, pastërti, tenxhet. Kurse këtu te libër na se e diun këtë punë. Kush je ti? Pra që këtu të lind një dyshim. Sepse mund të ketë veprat, janë veprat që bëhen për vendin, janë pozitive, por kur bëhen në mënyrë të atill, kur bëhen gjëja investimet huaja që investimet kanë ndërshtuar totalisht në Shqipëri, e kanë grabitur Shqipërinë, pra dalim komplet ka të kundër që të lind vendi për hetim. Ja vdiq në prenjës librazht, sot në mëngjes fatkeqësisht duke ecur një kam përshtypjen një ri kishte rënë guri nga ande kishte vdekur domethënë nga rruga, ai ishte tragjike si rast. Tani duhet shifen kush janë këto kompani. Janë me vërtet aq të njohura se mund të jetë dështak në vendin e vet. Dhe ne na japin se njohur, ne nuk e njohim. Janë kompani kush janë? Pra do shifen, janë dështak në vendin e vet apo janë me vërtet kompani serioze. Duhet të parë këto kompani a kanë lidhje, sepse praktika e SPAK-ut tashmë është e qartë e rasti Arben Ahmete. Pra përfituesët e tenderave kanë pasur rrugë jashtë shtetit, kanë shkuar, kanë qëndruar në për hotele jashtë shtetit apo ja. Pra duhet verifikuar sepse me që po diskutohet dhe ka dyshime, për këtë duhet të shifet. Dhe lidhja e projektuesve me qeveritarët dhe me zyrtarët e lartë e zbardh të çështjes, se nëse dalin lidhjet, pra rrugët jashtë shtetit, ku kanë qëndruar, në çfarë hotelesh, kush i ka paguar hotelet, sepse kemi praktik tashmë se s'mund të themi që sepse më përpara nuk është marrë kush me këtë, ama ne edhe në hotel ta paguvi s'prishmë. Se sot me praktikën e re, që është me rastin e Ben Ahmete, i bi që duhet të parë gjithë ta zyrtarët kush janë. Dhe vlera, sa është vlera e projektit, sa është për metër katror, është pagu të vëshë, pse, sa është vlera, sepse janë... Unë me që po kuptoj Karangja nga gjithë analizën tuaj, sepse ju e njihni mirë procedurën hetimore, unë kuptoj që nëse nga jo çfarë thot, nëse merr atë libër ka indicie për të bërë hetime, pra për të zbuluar diçka më shumë. Një pjesë e kompanive janë sekrete. Pra ka mundësi aty që tetohet diçka. Po pra, a këto kompani që kanë vepra penale direkt nuk konstatohet vepra penale direkt. Vepra penale në libër, ku lexon një libër janë projekte të bukura që në parim është zhvillim. Por nëse ky është bërë një zhvillim, pra është bërë një pavarësisht se është kel procedura ligjore për bërjen e për këto projekte, sepse procedura ligjore është gjë tjetër. Pra duhet të respektu ligji, ndikimin në midis e tjerë. Këto kemi në parim. Pra kemi arkitekt të cilët mendojnë, shkojnë aty dhe thonë këtu duhet bërë kjo. Ai nuk di është zonë mbrojtur, mund të jetë shpella Ariut aty për shembull, mund të jetë një shpellë që janë këto të kafshë thonë s'duhet bërë. Kurse ai është shef nga ana vet. Mendoj që kjo me që janë projekte dhe janë investuar para, kjo duhet parë, domethënë dhe notarën pse jo, këto nëse janë të mira për vendin, të investohet. Po të investohet sipas rregullave, të dim investitorin nga vjen çfarë përfiton konkretisht populli shqiptar. Pra, kjo është tokë shtetërore, është tokë privat, sa përqindje ka në investim, sepse mos jepet Shqipëria një herë, ja, ne nuk e duam Shqipërinë një herë, sepse sot po ka vlerë vendi. Sot Shqipëria dhe populli shqiptar në çdo projekt duhet di se sa merr fizikisht dhe zbatimi i tij është shumë i rëndësishëm. Kemi raste që është grabitur pasuria shqiptare e popullit shqiptar. Ke minierat që janë grabitur, që janë rrjepur, edhe janë prishur edhe shtresat e shfrytëzimit, janë marrë shtresat e cilët kanë dëmtuar dhe minierën nxjerrën jashtë funksionit. Kemi bankresin, kemi dhe burimet të tjera që po petroli do se u bë një kështu, domethënë një marrëveshje me një kompani italiane, kompania Eni ka ajo dhe është një marrëveshje tash për al petrolin, ëh. Po kjo duhet të jetë transparente, që ta dimë çfarë fitojmë ne. Sepse me ec me këtë dhe me dal gjithë me humi atëherë më mirë ta më ti vim çecin. E paqartë është dhe kjo Albert. Prandaj neve është e paqartë dhe me drejt shqiptarët dhe protestuesit. Ora ç'a po bëhet këtu? Ç'është ky libër? Ai mund të jetë shumë i mirë, por specialistët duhet ta shohin, sepse është një studim i bërë nga inxhinierët tuaj, pa e paragjykuar, por ne duhet të respektojmë të drejtën publike të brendshme. Pra respektimi i drejtës publike është shumë i rëndësishëm. Po të kemi parasysh dhe Gjermania naziste kur u shkatru sistemi i qera Reichu i tretë që me rënien e Berlinit, po të kemi parasysh
shkencëtarët e raketave. Von Braun shku në Amerikë dhe ishin Von Braun ishte ndër të parët dhe grupi shkencëtarëve që Louis Armstrongu arritin hon. Pra raketat e projektuara ata ishin shumë mira dhe u morën. Pra mund të jetë gjë e mirë. Por ne në mungesë të transparencës, bërja e gjërave fshetas dhe këto surpriza të menjëhershme lind dyshimin. Ai projekt mund të jetë i mirë, pa e paragjykuar. Mund të jetë shumë të mira, ta shohim, ndikohet midis pa të mblidhen gjithë njerëzit, thjesht t'japin mendim. Edhe me konventa ndërkombëtare, mendimi publikut i banorëve. Pra ti ke shtëpinë tate aty ando dhe nuk e di që te shtëpia jote do bëhet një shtëpi në formë trekëndshi, se është një projekt. Ti nuk e di ti jam shtëpi tate. E vërtet është Karanja, mungesa e transparencës sigurisht edhe ajo çfarë lypet kryesisht nga qytetarët shqiptar kur i besojnë qeverisë, pra mandatin e plotë e vot besojnë, sigurisht kërkohet transparencë për projektet, për investime, sepse këto nuk janë gjëra që kalojnë lehtë. Ato janë, le të themi, ndërtime që ngelen aty për vite e shekuj me radhë, kështu që ndikimi i tyre është i madh. Minimale që mund bëhet është transparenca, pastaj sigurisht llogaridhënia është një tjetër histori. Të lutem regjia, duhet kemi një foto që ka bërë Financial Times, prestigjozja ndërkombëtare e çështjeve, le të themi, ekonomike, ka bërë një shkrim ditën e kaluar e ka publikuar të premten, edhe thot në krye titulli: Jared Kushner dhe Ivanka Trump planifikojnë kompleksin luksoz rezidencial i cili mund të kërcënojë rezervat natyrore. Edhe pjesa tjetër e titullit sipër që nuk qen ka këtu thot që flamingot shqiptar po takojnë, pra po përballen me buldozerët e familjes Trump. Si e lexon këtë zhllima? Di është publikuar, ka kaq kohë, domethënë një muaj Financial Times del bie mbas një muaj me këtë. Nuk dua të them diçka negative për vendin ton, sepse në të vërtetë dhe pas një egoizëm jemi vendi më i bukur në botë, por gjithsesi çdo shtetas mbron vendin e vet, por nga ana tjetër ne duhet të themi që si ka mundësi që familja Trump vjen në Shqipëri dhe gjithë kjo botë që ato e njohin shumë mirë u magjepsën dhe erdhën në Shqipëri. E vërteta është që po jemi vend i bukur, por kërkohet që të bëjnë investime. Po pse familja Trump tani dhe nuk e bëri familja Trump në mandatin e parë ku babai i zonjës Ivanka ishte president të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe pikërisht dhëndri i tij dinte që Shqipëria ekzistonte edhe në mandatin e parë. Prandaj duhet të ju sjell në vëmendje përsëri ta kuptojmë bashkërisht të gjithë që sigurisht këto lajmet janë lajme të cilët janë të stisura nga vetë ata të cilët kanë pasur gjithmonë një qëllim dhe qëllimi është se si të goditet familja Trump pasi të iki nga pushteti dhe sigurisht që Shqipëria do jetë në vëmendjen e të gjithë mediave ndërkombëtare sepse pikërisht zoti Rama ka dalë në disa ose në shumë televizione të ndryshme, në shumë portale, ka dhënë intervista të ndryshme dhe nuk kuptohet që është përfshirë edhe familja Trump. Por ju duhet keni parasysh diçka që të jemi realist. Tani flasim për Sazanin apo flasim për Zvërnec. Tani më shpjego pak të mua se kjo është lidhje, sepse parcela flitet për familjen Trump është në Sazan. Tani në Zvërnec pse lidhi më shumë ndërkombëtarët me Zvërnecin familjen Trump? Ju duhet keni parasysh diçka. Prokurorët amerikan të Partisë Demokratike Amerikane, kur do të vi momenti kur do të shërbejnë fondacionit Soros, do fillojnë pra kryesisht një hetim kundër familjes Soros kur presidenti Trump do të ketë lënë detyrën. Ose mund të nisi qytani dhe të bëhet një konsultim ose një konflikt i brendshëm politik, por gjatë kësaj kohë që është president nuk do të merren me te personalisht ashtu siç janë marrë kur iku nga presidenca në mandatin e parë. Ju e pat shumë mirë çfarë ndodhi me Trumpin para se të kandidonte në parë se marronin gjyqet. Nuk marronin gjyqet dhe tani për shkak se Trumpi ka hap shumë vatra zjarri, mirë shumë, djathtas majtas, dhe nuk kupton qartësi që Sorosi dhe demokratët amerikanë
përpiqen që nesër, kur familja Trump nuk do të jetë më në pushtet, sigurisht që do të fillojnë hetimet kryesisht. Dhe prandaj këto që ndodhin nëpër mediat ndërkombëtare janë të aksesueshme për prokurorë demokrat, të cilët do të bëjnë një hetim dhe do të përfshin familjen Trump në një konflikt ndërkombëtar kur babai ka qenë edhe president të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përfshirja e Jared Kushner dhe Ivanka Trump në zvërnec, duke qenë se ata janë në Sazan, ne me çfarë dim se këtu është problemi i mungesës transparencës kur flasim. A e tregove ti një material ti personalisht